Qytetarë të prekur direkt nga përfaqësues të organizatës Qendresa Qytetare protestuan para policisë rrugore në Tiranë kundër sekuestrimit të monopatinave elektrike, pas urdhrit të Ministrisë së Brendshme për të ndaluar përkohësisht qarkullimin e tyre me argumentin se janë shndruar në shqetësim për sigurinë publike në rrugë e jo vetëm. Ata që e shkelën rregullin që në ditën e parë u përballën me bllokim të mjetit, thonë se policia nuk u kthen më dhe sipas tyre janë në pritje të zyrtarizimit të rregullave të reja për përdorimin e monopatinave elektrike. Nuk është arsyetimi ligjor urdhri i ministres, por është arsyetimi ligjor që nuk provojnë me dokumentacion pronësinë e këtyre mjeteve. Mjetet nuk i morën as ata që arrin të vërtetojnë pronësinë. Dokumentin që provon që është pronari i atij mjeti që është bllokuar nga policia rrugore. Dhe sërish nuk u kthehet mjeti. Operacionin për bllokimin e monopatinave e quajnë të paligjshëm që në nisje, me argument se vendimi sipas tyre i pakuptimt nuk ishte publikuar në fletoren zyrtare. Menjëherë policia rrugore zbaton këtë urdhër pa u publikuar në fletoren zyrtare fillimisht dhe pa u njoftuar në asnjë mënyrë qytetarët në mënyrë ligjore. Në këto kushte kërkuan pezullimin e menjëhershëm të sekuestrimit të mjeteve deri në përcaktimin e rregullore së qarkullimit të monopatinave elektrike. Pasi sipas tyre historia me TikTok tregoi se mënyra të tilla nuk funksionojnë. Mënyra e të mbyllurit gjërave përmes aksioneve na ka treguar shumë herë se është një dështim. E provuam me mbylljen e TikTokut. Ka sa duash njerëz që ecin keq me makina, a do të thotë kjo se duhet ja u marrim gjithë qytetarëve? Ndërsa përfaqësues të atyre që kanë ngritur biznese me monopatinat kërkuan të jenë pjesë e grupit të punës që do të përcaktojë rregullat e qarkullimit për monopatinat. Sepse ne jemi ata që e prekim terrenin çdo ditë. Personat çdo ditë, ata adoleshentët që flisnin ju çdo ditë. Në vitin 2024 janë regjistruar mbi 500 aksidente me monopatina elektrike, ndërsa deri në qershor të vitit 2025 numri ka arritur në mbi 900 sipas të dhënave zyrtare të policisë.